Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e martë 10 qershor 2025. Dashi. Është dita më e mirë për të vepruar, për të propozuar. Ditë ideale për të kërkuar burime të reja të pastra në mjedisin ku jetoni apo punoni, pas kaq shumë përpjekjesh vjen një sukses i merituar. Demi. Ju ka lodhur dita e përditshme, mos krijoni lëkundje në jetën tuaj që mund të rrisin problemet praktike. Ndryshimet në shikim, në dashuri si në jetën praktike apo personale. Testet e punës për të kaluar, keni durim. Binjakët. Ju jeni i tensionuar në dashuri, duhet të bëni një zgjedhje personale ose midis dy personave. Komplikimet nuk mungojnë kurrë në punë. Gaforja. Nuk është dita më e mirë për të argumentuar, tashmë sonte mund të vëreni një rënje të lehtë trupit ose disa shqetësime, unë nuk rekomandoj të merrni shanse, më mirë të mbani gjithçka nën kontroll. Luani. Ne duhet të harrojmë një zhgënjim të dashurisë. Ditë e zënë. Virgjëresha. Një person që ju pëlqen mund të deklarohet, koha ok për takime të reja. Një lajm në horizont për zgjidhjen e parave, rekomandoj një ndërmjetësim nëse ka mosmarrëveshje për një kohë të gjatë. Peshorja. Do të ketë disa probleme në familje për t'u përballur, por gjithçka do ta zgjidhni shumë shpejt. Ju do të zgjidhni një problem pune, një blok, mbase po prisni një përgjigje. Dashurit të paqarta të reja, dashurit e vjetra për t'u përcaktuar. Akrepi. Kujdes nga shpenzimet, një ftesë mund të jetë e shtrenjtë, ki kujdes nëse ekziston dikush që krijon bezdi në jetën tënde. Mos harroni se, veçanërisht nëse keni biznesin tuaj, duhet të lëvizni më shumë. Shigjetari. Gjithçka ndryshon në jetën tuaj dhe ju doni të provoni aventura të reja. Ju do të doni të aratiseni përgjegjësi të forta familjare. Britqapi. Pas dite më e mirë, edhe nëse disa situata themelore nuk kanë ndryshuar, ju duket se keni më shumë besim në të ardhmen, dashuria mund të rifitojë lartësinë tani. Pyetni se çfarë mund të bëni, një dëshirë e vogël do të përmbushet së shpejti. Ujori. Ndryshimet në familje që shënojnë një ndryshim pozitiv në jetën tuaj. Në dashuri, qëndroni sa më pranë personit që dashuroni. Fitoria juaj në punë do të vijë shumë shpejt ose gjithsesi do të ketë një rikuperim. Peshqit. Mos e nënvlerësoni një takim të ri dashurie, por mos kini frikë të bini në grackën e ndjenjave dhe pasionit. Projektet kreative janë më efektive, ndiqni njerëzit krijues, nuk mund të gaboni. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.